mendon ti, qytetarët shqiptar, që ta përdorin përtej këtij realiteti me qeverisjen, me administratën, me pengesa që na dalin her pas here në dyrët e shtetit dhe gjykatave, inteligjencën artificiale, teknologjinë, si mund ta kthejmë në favorin ton? Ideja Merita është që unë e përmendëm që inteligjenca artificiale është instrument shumë i rëndësishëm, domethënë që ne e përdorim për qëllimet tona. Por ideja çështja me kriter, edhe siç e përmendi dhe avokatin lidhje në aspektin shëndetësor, më shumë po zgjidh punë etj, por ai doktor ChatGPT që desha ta them unë, gjithmonë duhet të jetë pak në pikpyetje sepse mund të japë informacione, prandaj diku mund të jemi të konfuzuar. Edhe tek në botën e IT-s ka filluar zhvillohet masivisht në botën e marketingut digital etj, edhe kryesisht një mesazh sensibilizues për prindërit ndaj fëmijëve, që t'i vendosin ose t'i restriktojnë pak fëmijët në përdorimin e ai se sot po shikojmë fëmijë bëjnë të gjitha projektet e shkollave me ChatGPT. Ndikojnë edhe negativisht në aspektet psikologjike të fëmisë.